Mirëmbrëma dhe përshëndetje, po fillojmë emisionin Syt 4 në televizionin Syri. Këtë javë Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan në një marrëveshje në fushën e mbrojtjes. Dokument ky që nxiti shumë diskutime nëse në fakt kjo përbën edhe krijimin e një aleance ushtarake në Ballkan. Ky veprim vjen në kohën kur rajoni dhe bota po përballen me sfida të shumta ekonomike, politike dhe të sigurisë. Do të diskutoj sonte në emisionin Syt 4 për këto tema me politologun Melazim Koci. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në emision zotri Koci. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të filloj pikërisht me këtë temë që e thash në fillim, nënshkrimi i marrëveshjes në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, si e vlerësoni, pse pikërisht në këtë kohë? Pikërisht kjo, momentumi që ju pyetni është shumë i rëndësishëm. Do të thotë zoti Maqedonci dje bëri të ditur se Kosova e ka propozuar këtë marrëveshje një vit më parë dhe ajo u nënshkrua do të thotë para 2-3 ditë në Tiranë. Pavarësisht kësaj, mendoj se është një hap shumë i rëndësishëm në rrafshin e bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës dhe mendoj se te i kalon termin bashkëpunim, te i kalon termin rutinor bashkëpunim ushtarak, mund të jetë edhe më shumë. Tani kjo do të varet nga palët deri ku do të shkojë ky bashkëpunim. A do të shndrohet në një aleancë të vërtet ushtarake ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës, po edhe Bullgarisë është përmendur, është apostrofuar mundësia që edhe Bullgaria të përfshihet në këtë nismë. Pavarësisht asaj se çfarë do të ndodhë në vijim, unë mendoj se në esencë sinjali, mesazhi i kësaj nisme është atë që thanë do të thotë ministrat e mbrojtjes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Marrëveshja është në funksion mbrojtës, jo agresive, por njëkohësisht është edhe mesazh Serbisë se nëse dëshiron të hapë, nëse do të hapë avantura të reja në Bosnjë dhe Kosovë, dhe këto janë dy vatrat e mundshme, në këtë kontekst Kroacia dhe Shqipëria nuk do të mbeten duar kryq. Tani Shqipëria ka potencial të kufizuar ushtarak për shkak të rrethanave që ne i dimë, por Kroacia ka ushtri moderne, para disa muajsh ka marrë 12 aeroplan luftarak nga Franca, Rafale, ata që Serbia gjithashtu i ka bler, por që ende nuk kanë arritur në Serbi. Kroacia ka paguar 1 miliard, mbi 1 miliard për ata aeroplan dhe kam përshtypjen që në këtë moment Kroacia ka epërsinë ushtarake në Ballkan, spaku deri në arritjen e Rafaleve francez në Serbi. Marrë në tërësi, e vlerësoj si hap shumë i qelluar, mbas edhe i vonuar, që synon në finale, synon vënien e baraspeshës ushtarake në Ballkan. Serbia është armatosur viteve të fundit jashtëzakonisht shumë, dhe ky hap është në drejtimin e vënies së baraspeshës ushtarake. Luftrat rëndom evitohen kur në rajone territore të caktuara, në këtë rast në Ballkanin Perëndimor, ekziston balanca ushtarake. Unë mendoj se ky është qëllimi i fundit i kësaj marrëveshje. Dhe supozoj, shpresoj, uroj që ajo gradualisht të shndrohet në aleancë më afatgjate, sepse në instancë fundit është një aleancë krejtëse e natyrshme ndërmjet shqiptarëve, kroatëve, supozoj nuk e përjashtoj mundësinë që në të jetë përfshihet edhe Bullgaria, është fare e mundur. A shihni ndonjë vend tjetër që mund përfshihet përveç Bullgarisë në këtë aleancë? Aktualisht nuk shoh ndonjë vend tjetër që mund të përfshihet përpos Bullgarisë, sepse thjesht kemi të bëjmë, do të thotë, është pjesa e Ballkanit Perëndimor. Nëse flasim për Ballkanin Perëndimor, këto janë, do të thotë, ky është raporti që do të krijojë në Ballkan, ku Kroacia, Shqipëria, Kosova, eventualisht Bullgaria do të bënë një krah, në anën tjetër do të ishte Serbia me Republikën Serbe, dhe këtu mendoj se e përfundojnë
përfundojnë kalkulimet, tjerët nuk besoj që tjerët do të vëzhgojnë anash sepse nuk kanë interesa direkte, nuk janë të përfshirë direkt me interesat e tyre. Sado që është thënë që ka për qëllim bashkëpunimin ushtarak, megjithatë krijimi i këtyre aleancave ushtarake, ndarja në dy pole ose tri pole të shteteve, çfarë paralajmëron, zotëri Kocikja? Normalisht nuk është paralajmërim i mirë, sepse aleancat e tilla krijohen në momente krize, do të thotë. Dhe ne në Ballkanin Perëndimor aktualisht ballafaqohemi me krizë. Hiç më larg se para do dite, ju dëgjuat zotin Oliver Schmidt, zvicranin, historianin e njohur, Oliver Schmidt, që tha se Kosova, Moldavia dhe Kosova janë ndër shtetet më të rrezikuara nga lufta në këtë moment, për shkak të zhvillimeve më të gjëra ndërkombëtare. Kosova është rrezikuar vetëm nga një faktor, nga Serbia, do të thotë. E njëjta ndodh edhe në Bosnjë, në Republikën Srpska. Atje praktikisht ka filluar demontimi i Bosnjës. Praktikisht është vetëm çështje javësh ose muajsh kur Republika Serbe atje të shpallët shkputje daljen nga Bosnja e Dejtonit. Dhe ajo dalje eventuale nuk mund të përfundojë pa konflikt, pa luftë. Kjo është fare evidente, do thotë. Dhe në atë luftë nuk është ajo, nëse do të ndodhë konflikti armatosur në Bosnjë, ai nuk do të jetë konflikti serbëve me bosnjakët vetëm, po Kroacia aty do të jetë e përfshirë gati 100%, sepse ka jo vetëm kantonin kroat, Hercegovinën, do të thotë si pjesë e banuar me shumicë kroate, por ka edhe pjesë tjera në pjesën veriore të Bosnës, që janë të teritoret të banuara me shumicë kroate, por që kanë mbetur në Bosnjë edhe me qëndrimin e Zagrebit zyrtar, që përderisa ekziston Bosnja e Dejtonit, ata pajtohen që ato pjesë, Brçko dhe disa pjesë tjera në veri të Bosnjës, të mbeten brenda Bosnjës, po janë të banuar me shumicë kroate dhe është gati e sigurt 100% që një konflikt në Bosnjë përfshin Kroacinë. Dhe unë në këtë kontekst e shoh edhe marrëveshjen Kroaci, Shqipëri, Kosovë, aty nuk kanë mundur të përfshihen Bosnja, s'ka mundur sepse thjesht është vetoja e përfaqësuesit serb në kryesi dhe kjo ka pamundsuar, përndryshe edhe bosnjakët do të jenë në atë aleancë, në atë marrëveshje me kroatët dhe faktorin shqiptar në Ballkan. Prandaj mendoj se ka rreziqe reale në Bosnjë dhe Kosovë dhe të mbyllësh syt para rreziqeve të tilla që vijnë nga Serbia edhe për shkak të zhvillimeve të brendshme atje. Nuk duhet përjashtuar mundësinë që Vučići tentoi që rebelimin e brendshëm, lëvizjen studentore ta marginalizoj duke bartur konfliktin në periferitë të Serbisë, pra në Bosnjë, në shtetet shinje, pra në Bosnjë dhe Kosovë. Kjo është mundësi shumë reale dhe prandaj e vlerësoj shumë marrëveshjen që është nënshkruar ndërmjet Zagrebit, Prishtinës dhe Tiranës. Duhet Kosova të kërkojë bashkëpunime të tilla në pamundësi për të qenë antare e NATO-s për shkak 5 vendeve mosnjose? Domethënë, a duhet ky është vetëm fillimi, a duhet kërkojë edhe aleanca tjera me shtete tjera? Gjithsesi, ne mbrëm dje lexuam se një marrëveshje ngjashme ose e tillë do të nënshkruhet edhe me Turqinë. Edhe kjo është një lëvizje pozitive, sepse për të qenë sinqert, Turqia është faktor i rëndësishëm ushtarak, është ushtria e dytë brenda NATO-s dhe një marrëveshje eventuale me Turqinë, jo vetëm që vë baraspeshën në Ballkanin Perëndimor, por përkundrazi dhe Kosovën në një pozicion bukur të privilegjuar. Dhe kisha për të thënë që këto marrëveshje me Kroacinë, Shqipërinë, Turqinë, eventualisht Bullgarinë, janë në favorin e Kosovës. Janë edhe në planin afatshkurtër, por edhe në planin afatgjatë, sepse fuqizojnë Kosovën dhe bëjnë atë që ju thatë, do të thotë zëvendësojnë faktin që Kosova ende nuk është antare e NATO-s, do të thotë zëvendësohet me aleanca dypalshe ose trepalshe dhe pak a shumë do të thotë
bëhet një zëvendësim i faktit që nuk jemi antarë të NATO, sepse kemi të bëjmë me gjitha këto janë vende antarë të NATO. Kroacia, Shqipëria, Turqia, Bullgaria eventualisht janë 4 vende të NATO-s dhe paraqesin forcë të jashtëzakonshme të cilën Serbia s'deshi duhet ta respektojë. Por a dërgojnë këto marrëveshje nëse nënshkruhet edhe me Turqinë vetëm sinjal më shumë politik apo edhe ushtarak, kur dihet se edhe Ukraina ka pas lloj-lloj marrëveshjesh me shtete evropiane për mbrojtje dhe siguri, në ndërkohë dihet çfarë ndodhi. Ju keni plotësisht drejt. Ukraina rasti më i mirë i premtimeve që nuk janë mbajtur. Do të dihen marrëveshjet, dihet marrëveshja që është bërë ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, që Ukraina dorëzoi armët bërthamore dhe t'i garantohet integriteti, që nuk ka ndodhur. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Ukraina ka dorëzuar armët bërthamore, por integriteti i tyre nuk është mbrojtur. Unë uroj që kjo në rastin e Kosovës mos ndodh, sepse megjithatë në rastin e Kosovës është pak më ndryshe. Njëri nga këta partnerë është Shqipëria. Dhe këtu nuk duhet dyshuar që Shqipëria nuk do të rri, duar kryq që në rast ndonjë zhvillimi të mundshëm konfliktuoz në këtë pjesë. E dyta, në rastin e Kroacisë mendoj se kemi të bëjmë me interes edhe të tyre. Do thotë nëse ata projektojnë një konflikt me Serbinë, për ta do të jetë më favorshme që ai konflikt të zhvillohet në 2 fronte dhe jo vetëm në Bosnjë. Dhe e treta, rasti i Turqisë. Turqia në vitin 96-7 të këtë e ka dëshmuar në rastin e Shqipërisë, në rastin e Trazirave, ka qenë intervenimi tyre i fuqishëm i zonjës i kryeministresës Tansu Çiller, e cila pat sinjalizuar që ndërhyrja eventuale e Greqisë në Shqipëri nuk do të lejohet pa ndërhyrjen e tyre ushtarake. Dhe kjo pat funksionuar, do të ndali ndërthimin e Greqisë në kundër Shqipërisë. Besoj që këto marrëveshje bilaterale dhe trilaterale nuk janë fallës, janë mbështetur në interesa, por edhe mitësi të mëhershme dhe sfera të interesit. Ndërkohë, Kosovë, edhe pse zgjedhjet kanë përfunduar me 9 shkurt, ende nuk kemi as fillimin e iniciativave për krijimin e institucioneve të reja. Si e vlerësoni këtë situatë, zotri Koci? Jam pak i habitur me faktin e mungesës së interesimit për të krijuar qeverinë. Unë kam përshtypjen që nuk ka interesim nga asnjë prej subjekteve politike për të bërë qeverinë. Tani pse, këtë nuk e di, është pasojë e pamundësisë për të krijuar qeveri me bazë të gjerë, e cila do t'u bënte ballë sfidave, apo diçka tjetër. Nuk e përjashtoj mundësinë që shumë nga subjektet politike nuk duan të jenë qeveri, sepse i friksohen, sidomos kërkesave të bashkisë ndërkombëtare, asociacionit më konkretisht, dhe duke ditur që pas 7-8 muaje kemi përballë zgjedhjen e presidentes dhe pamundësia për të zgjedhur siguruar 80 deputet çon vendin në zgjedhje, unë mendoj se ata llogarisin që nuk ja vlen të hyjet në qeveri, të bëhet një qeveri me pak numra, sepse mund të hapsojë në zgjedhjet pas 7-8 muaje, 10 muaje. Dhe mendoj se këtu është problemi. Po të shikoni numrat, nuk do duhet të kishte problem për të formuar qeverinë. Problemi është te sigurimi 80 numrave për presidenten. Edhe kjo mua më duket në këtë moment e pamundur të sigurohet, dhe pastaj kjo pastaj bartet te pasiguria e subjekteve politike, dhe prandaj ne kemi zhagitje të certifikimit të rezultateve. Çfarë pasojë mund të ketë për vendin në aspektin e jashtëm, politikës jashtme, mos krijimi i institucioneve, zhagitja pra, në këtë situatë ku ndodhet bota? Mendoj se pasojat mund të jenë shumë të rënda. Vakumi politik në periudhën e ardhshme mund të jetë i rrezikshëm, sepse kemi rrjedhime të mëdha në fushën, në sferën ndërkombëtare. Nuk e përjashtoj mundësinë që Kosova në periudhën e ardhshme të gjendet para një, nuk po e quaj ultimatum, por diçka e ngjashme me një propozimi sipas cilit do duhet të vendosë merr ose ler, pra jo
nuk do të ketë më, nuk besoj, unë dyshoj që do të ketë bisedime rreth marrëveshjes franko-gjermane, ashtu siç ka ndodhur 2-3 vitet e fundit, zhagitje, manovrime. Kosova mund të gjendet para një akti të kryer, edhe Serbia, jo vetëm Kosova, po edhe Serbia, në kuptimin që të nxirret në tavolinë një plan për tejkalimin, për zgjidhjen e çështjes në raportet me Serbinë, por jo me negociata, por në kuptimin merr ose lë. Tani, nëse diçka e tillë do të ndodhte edhe në Kosovë, do të kemi vakum politik, ky do të ishte handicap për Kosovën, sepse nuk besoj që ato nisma do të ngelen në gjysmë rrugë, vetëm se Kosova nuk ka arritur ta bëjë qeverinë. Kosova mund të bëjë edhe diçka tjetër. Nëse nuk mund bëhet qeveri me bazë më të gjerë, mund ta bëjë një qeveri të unitetit kombëtar ose qeveri teknike për të evituar këtë vakum. Sepse ju e shihni, ka lëvizje të jashtëzakonshme dhe shumë të shpejta në rrafshin ndërkombëtar. Ka krijim të aleancave të reja, ka paralajmërim të aleancave të reja, rirashtime, dhe të mbetesh në vakum politik në këtë fazë nuk është Kosovës mund t'i kushtoj kjo neglizhencë. Mendoni se do të ishte më e favorshme për Kosovën krijimi një qeverie të, siç e thuani, të unitetit kombëtar, apo ta krijoj kushdo që e ka shumicën në kuvend? Në rrethana normale do të ishte më mirë që ta formonte qeverinë dikush që ka shumicën edhe që mund ta bëjë koalicionin në shumicës, pavarësisht kush, qoftë vendosje, qoftë opozita, por për shkak të situatës jo normale në rrafshin ndërkombëtar, mendoj se do të ishte e qelluar që Kosova ta ketë një qeveri të unitetit kombëtar për një kohë të caktuar, do të thotë, 10 muaj, 12 muaj, jo më shumë. Dhe të përballafaqohet me sfidat me të cilat mund të ballafaqohet në periudhën e ardhshme. Po e marr asociacionin. Është shumë e lehtë që klasa politike e Kosovës me një qeveri të unitetit kombëtar të ballafaqohet me atë problem. Ta tejkaloj, ta përballoj, qoftë duke e refuzuar, qoftë duke e pranuar në formë të modifikuar, por më lehtë është të bëhet bashkë se sa të ndarë. Është çështje vendimtare për Kosovën dhe jam i sigurt që në formë më të mirë do të zgjidhej kjo çështje nëse forcat tona, subjektet politike, klasa politike do të ishin bashkë. Sidomos në situatën që cilën gjendet rajoni duke marrë parasysh zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë, ato në Serbi që po ndodhin aktualisht, çfarë ndikimi mund të kenë të rajonin, jo vetëm Kosovë këto zhvillime? Tani vështirë është të bëhesh, nuk besoj që ka ndonjë vëzhgues të zhvillimeve politike që mund të bëj prognozim, parashikim të saktë ose ka lëvizje të cilat gati është e pamundur të parashikohen, por ajo që unë shoh është unë nuk besoj në pohimet për shpartallimin e NATO-s, kemi të bëjmë me rirashtim të Shteteve të Bashkuara, do të thotë në promasa ndërkombëtare, ata fillimisht duan që ta fuqizojnë ushtarakisht Evropën, jo vetëm ta fuqizojnë, por ta bëjnë përgjegjëse në kuptimin e financimit dhe në kuptimin e përballjes në Ukrainë, që Evropa të marrë përgjegjësinë e vet komplete ushtarake dhe financiare. T'ju përkujtoj, Shtetet e Bashkuara mbulojnë 2/3 e shpenzimeve të NATO-s. Krejt Evropa bashkë me Kanadan, me Turqinë, me vende të tjera mbulojnë vetëm 1/3. Dhe kjo kërkesë është e drejtë e zotit Trump, presidenti Trump. Janë çështje të tjera me të cilat nuk vështirë është të pajtohet. Por kjo është kërkesë e drejtë. Prandaj këto ndarje, këto rirashtime normalisht që do të reflektohen edhe në Kosovë. Ne nuk jemi të sigurt tani nëse në tavolinë do të jetë plani franko-gjerman si model i bashkëpunimit Evropë Shtetet e Bashkuara, apo Shtetet e Bashkuara do të dalin me një plan të tyre, ose nëse do të tërhiqen fare nga Evropa, nga Ballkani. Këto janë çështje që ende janë në diskutime sipër, në zhvillime sipër dhe vështirë është parashikohet çfarë do të qoftë. Pavarësisht saj, një sinjal që ka ardhur nga presidenti Trump me urimin që i dërgoi zonjës Osmani ishte inkurajues për Kosovën në rastin e përvjetorit të varësisë. Në urimin e tij nuk u përmend njohja ndërsjellë, as marrëveshja franko-gjermane, as dialogu, as normalizimi, por u përmendë
përfshirja e Kosovës në strukturat euroatlantike. Këtu kemi të bëjmë me NATO, sepse Shtetet e Bashkuara nuk mund ta fusin Kosovën në Bashkimin Evropian, por në NATO munden. Dhe ai aty e kishte fjalën për NATO. Nëse ky është synimi i fundit i Shteteve të Bashkuara, ky do të ishte fat i madh për Kosovën, sepse unë mendoj se objektivi kryesor për Kosovën në periudhën e ardhshme duhet të jetë NATO, jo njoja nga Serbia. Kosova mund të jetojë pa njohje nga Serbia dhe Kosova nuk mund të bëhet peng i Serbisë. Kosova është ndruar në peng Serbisë duke kërkuar njohjen. Hyrja eventuale në NATO, nuk e di, brenda një viti, 2, 3, 4, nuk e di, zgjidh çështjen e Kosovës, sepse Serbia pastaj do të defaktorizojë. Nuk do të kishte më kurfar roli. Nuk do të ishte fare rëndësishme relevante nëse Serbia do ta njohë tani apo pas 50 vitesh Kosovën. Por antarësimin e NATO e garanton Kosovën në këta kufi. Dhe unë uroj që ai urimi president Trump të ketë pasur këtë qëllim, këtë synim përfundimtar. Kemi dëgjuar shumë analiza në periudhën e fundit që nga përfundimi i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara për raportet që mund të ketë Kosova tash me administratën e re, veprimet që mund të jenë të administratës re, a ndërmerr SBA-ja veprime ashtu ad hoc apo ka një politik më afatgjate që ndjek për rajone caktuara dhe shtete caktuara dhe të cilës i përmbahen gjitha administratat? Shqeqer, janë dy, këto janë një pyetje, por në fakt dy pyetje. Në rastin konkret, ta zëmë çdo administrat, fillimisht çdo administrat ka prioritetet e veta, që dallojnë nga të tjerat, por ka çështje tjera që kanë të bëjnë me interesa vitale nacionale të Shteteve të Bashkuara, të cilat nuk mund të lëviz asnjë administrat. Ta zëmë mbrëm propozimin për heqje dorë të Shteteve të Bashkuara nga komanda e NATO-s për Evropën, që ka ardhur nga disa qarqe të afërta me presidentin Trump. Kjo mbrëm është kundërshtuar fuqishëm nga kryetari i Komitetit për Forcat Ushtarake në Kongres dhe dhomën përfaqësuese, në Senat dhe dhomën përfaqësuese. Dhe të dytë janë pjesëtar, janë kongresmen të republikan, do të thotë të partisë së zotit Trump. Dhe ata mbrëm e bën të qartë që kjo vija cilën ata nuk do ta lejojnë. Por çfarë dua të them? Ka çështje të cilat çdo administrat mund t'i bëj prioritet pa ndërhyrje të strukturave tjera të Pentagonit, Kongresit dhe tjera. Por ka çështje të interesit vital, ku kemi të bëjmë me interesa vitale të Shteteve të Bashkuara, qoftë në rrafshin e jashtëm, qoftë në brendshëm, që një administrat nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Mund të tentojë, por nuk do t'ja dalë. Për fund, zotëri Koci, ju keni qenë pjesë e jetës publike si gazetar dhe në kohën kur është përbërë Jugosllavia, pastaj edhe gjatë luftës në Kosovë, pra keni kaluar në disa faza. Këtë retorikën e paralajmërimeve për luftë, për sulme, për kështu, atë ngjason në ato periudha dhe si e komentoni, domethënë, një diskurs përgjithshëm shoqëror që paralajmërohet që çdo ditë flitet për luftë, për sulme, për pasiguri, për situatë sigurisë jo të mirë, a ngjason pak me periudhat e para konflikteve të mëhershme? Ka ngjashmëri, por ka dhe dallim. Në atë periudhë, do të thotë para fillimit të 4 luftrave në ish Jugosllavi, nuk kemi pas prezencë të NATO-s dhe as të faktorit të ndërkombëtar, do të thotë në kuptimin civil. Tani është situatë dukshëm më ndryshme, sepse në Kosovë ka prani të NATO-s, KFOR-i, edhe në Bosnjë ka prani pak më të lehtë të NATO-s dhe pak më të fortë të EUFOR-it, pra forcave evropiane. Kështu që sa i përket retorikës, dallim ka shumë pak. Retorika gati është identike, do të thotë. Edhe atëherë Serbia Madhe, tentimi për të bërë Serbinë e Madhe ishte logo e gjithë asaj që ndodhi pastaj. Edhe tani kemi të njëjtën gjë, do të thotë, por tani me një emërtim tjetër, bota serbe. Pra, ka ngjashmëri, dallimi është që tani kjo mundësi është më e vogël për faktin që ka prani të fuqishme ndërkombëtare, sidomos në Kosovë. Me rezolutën 1244, KFOR-i, NATO kanë obligim të mbrojnë kufit e Kosovës dhe
mos realizimi eventual i këtij obligimi do të ishte kompromitim, rënje e kredibilitetit fillimisht të Aleancës Veriatlantike. Prandaj unë nuk mendoj se lehtë mund të shpërthejnë konfliktin e Ballkan, por ato megjithatë nuk duhet përjashtuar, sepse në Beograd dhe në Banja Luka kemi qeveri të cilat për ka retorika, por edhe nga veprimet nganjëherë ja kalojnë edhe regjimit të Slobodan Miloševićit. Zotëri Koci, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Shikues të dashur, ndoqët intervistën me politologun Merazim Koci, diskutuan për marrëveshjen në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë dhe tema tjera politike. Faleminderit që na ndoqët, takohemi javën e ardhshme.